jo, sepse s'ka asnjë arsye për të ndryshuar propozimin. Lëvizja e Zëvendosjes si fituese e zgjedhjeve i takon që të propozoj kandidatin, në këtë rast kandidatën për kryetarin të kuvendit, dhe propozimi jonë është deputetja zonja Albulena Agjiu, gruaja më e votuar në këtë zgjedhje. Edhe pse s'po ka rezultat, nuk doni hiç me lëshu pak këtë ndryshim? Nuk ka të bëjë me lëshuarje pe, ka të bëjë me diçka që na takon si fitues të zgjedhjeve dhe ka të bëjë me pjesëmarrjen e gjitha partive që kanë fituar votat për të përfaqësuar në kuvend, që të ndihmojnë e të kontribuojnë në konstituimin e institucioneve. Unë shpresoj dhe pres që partitë, të cilat deputetët, të cilët kanë mandat të mundsojnë krijimin e institucioneve. Arsyet të cilat përmenden si arsye për të mos votuar zonjën Agjiu janë krejtësisht të paqëndrueshme dhe janë më shumë deklarata politike se sa që kanë të bëjnë me një realitet. Faleminderit shumë.